Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion për të njohur me ngjarjet e zhvillimet e ditës së sotme, përgatitur nga Departamenti i Informacionit, fillimisht titujt kryesor. Masa e GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut ka cënuar funksionimin e qeverisë ta sot. Kryeministri Rama ai solli si shembull marrëveshjen për nisjen e fluturimeve me Kanadan, e cila sipas tij është bllokuar pasi duhet të firmoset vetëm nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë. Në gjykatën kushtetuese, mbledhja e gjyqtarëve për çështjen Balluku e planifikuar për nesër është shtyrë për javën e ardhshme më datën 12 dhjetor. Gjykata u vu në lëvizje nga një kërkesë e kryeministrit, i cili e konsideron vendimin e GKK-s një ndërhyrje antikushtetuese në kompetencat e qeverisë. Dy javë pasi u pyet në SPAK për vrasjen shtetërore të 21 janarit, ish kryeministri Sali Berisha nuk e ka një përgjigje për një nga dokumentet më implikues të asaj ngjarje të rëndë. Bëhet fjalë për një dokument të falsifikuar nga Regjistri i Gardës së Republikës në atë kohë, ku shkruhej të ngrihet helikopteri të hedh lëndë homogjene dhe më pas është ndryshuar në lëndë lakrimogjene. I pyetur sot nga Report Televizion, Berisha ju shmang përgjegjësisë direkte. Ervin Saliani nisi nga Durrësi turin e takimeve me bazën, i mbështetur edhe nga kritikët e Berishës, më të votuarit e primareve, funksionar të lartë të Degës Demokrate në Durrës. Ish drejtues të tjerë të forumeve të PD-s, si dhe antar të strukturës, ju bashkuan thirrjes së Salianit për rifreskim të partisë. Sipas tij, Partia Demokratike është sot e paaftë për të fituar zgjedhjet, ndaj edhe kërkon ndryshim. I friksuar, Sali Berisha e sulmoi më herë, duke thënë se mbetet për tu parë se kujt i shërben lëvizja e Salianit. Ky i fundit përgjigjen ia dha përmes mikrofonit të Report Televizion, duke thënë se foltorja i shërben Partisë Demokratike dhe jo interesave personale. Komisioni i Ekonomisë miratoi sot 8 projektligjet e paketës fiskale për vitin 2026, e cila synon të fshijë gati 1 miliard euro borxhe të bizneseve. Mes projektligjeve të miratuara edhe rivlerësimi i pronave me tatimin 5%. Më herët mes debateve i kaloi kuvendit edhe drafti për TVSH në bujqësi, ku përfitojnë vetëm 10% e fermerëve me NIPT në tatime. Gati 90.000 të tjerëve me NIPT vetëm në qendrën kombëtare të biznesit nuk do t'u kompensohet. Policia e Elbasanit arrestoi personin e tretë për vrasjen e Mondi Mahallës, mbrëmjen së dielës, Nevzat Spaho, nga prenjasi me precedent kriminal, dyshohet se ishte bashkëpunëtor në krim. Të arrestuar janë edhe Gjino Ago, ish ortaku i viktimës, dhe Kujtim Pisha, roja e karburantit ku ndodhi ngjarja. Policia po heton përveç konflikteve për biznesin edhe ato për drogën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i përgjigje deklarantave të Vladimir Putin se Moska do të ishte gati për luftë me Europën nëse ajo e kërkon. Pas mbledhjes me ministrat e jashtëm, Rutte tha se NATO është vërtet një aleancë mbrojtjeje, por nuk ka dyshim se ajo është e gatshme të bëjë gjithçka për të mbrojtur miliarda qytetarë të saj dhe të garantojë sigurinë e territorit. Pas shumë vitesh peshngritësi Briken Calja është rikthyer të shkëlqejë në ganat e rëndësishme ndërkombëtare. Sportisti fitoi 3 medalje të arta dhe theu 3 rekorde në kampionatin ballkanik të peshngritjes që u zhvillua në Durrës. Pas garës ai deklaroi se kjo ishte një nga periudhat më të vështira në karrierën e tij. Ndalemi mëgjërësisht e nisi me politikën. Seanca për Belinda Balluku në gjykatën kushtetuese e parashikuar për të zhvilluar më datën 4 dhjetor. Pra nesër nuk do të mbahet, por do të zhvillohet më datën 12. Ka qenë gjykata kushtetuese e cila e konsideron komplekse këtë çështje, ndaj kërkon më shumë kohë për të njohur me materialet. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama i kërkon gjykatës kushtetuese të rikthejë në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku, pasi sipas tij me këtë vendim për pezullimin e saj po cënon punët e qeverisë. Duke e konsideruar një çështje komplekse atë të Belinda Ballukut, gjykata kushtetuese ka kërkuar më shumë kohë për të njohur me materialet dhe aktet shoqëruese. Seanca e parashikuar për të mbajtur më 4 dhjetor, gjykata njofton se do të zhvillohet më 12 dhjetor me kërkesë të disa prej anëtarëve të saj. Për çështjen e cila ka shkuar në gjykatën kushtetuese me firmën e kryeministrit Rama, gjyqtarët kërkojnë edhe 8 ditë kohë, vetëm për të vendosur nëse kërkesa e kreut të qeverisë do të legjitimohet për të shqyrtuar nga gjykata kushtetuese. Më pas do të nisë shqyrtimi i saj në themel,
duke filluar me kërkesën për rikthimin e menjëhershëm të Ballukut në punë. Mungesë të cilën kryeministri Rama vion ta cilësoi si me pasoja në qeverinë e tij. Pezullimi Belinda Ballukut nga funksioni i zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës sipas tij po dëmton konkretisht punët dhe projekte në proces. Shembull, sjell fluturimet transoqeanike me Kanadan që kanë mbetur pengi firmës së Ballukut. Kjo procedurë aktualisht nuk mund të vijojë me hapat e mëtejshme të miratimit e të nënshkrimit të saj, pasi autoritetin ekskluziv për këto hapa. Kushtetuta ja jep ministrit dhe kompetencat e vendimarrësve të tij nuk mund të delegohen tek askush tjetër. Kështu që pezullimi në fjalë vendos një pikpyetje të madhe mbi fillimin e fluturimeve në qershor 2026, sipas parashikimit. Sipas kryeministrit, ky nuk është i vetmi procesi mbetur pengi firmës së saj. Aktualisht ka edhe 36 akte të tjera të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ku vetëm akte për ndërtimin janë 18, të cilat mbeten të pezulluara bashkë me ministrin, ndërkohë që çdo ditë që pezullimi i ministrit zgjatet edhe lista e punëve të bllokuara. Ja pse unë kam kërkuar gjykatës kushtetuese heqjen e pezullimit absurd të një antari të qeverisë dhe pse të pezullosh një ministër për herë të parë në botë, sjell pasoja që cënojnë konkretisht funksionimin e qeverisë dhe interesin publik. Rama i ka kërkuar gjykatës kushtetuese të zgjidhë konfliktin e kompetencave mes tij si kryeministër dhe GKK-s, e cila ka pezulluar Ballukun nga funksionet e saj, kompetencë që sipas tij e gëzon vetëm ai si kryetar qeverie. 2 javë pasi u pyet në SPAK për brendësitë shtetërore të 21 janarit, ish kryeministri Sali Berisha nuk e ka një përgjigje për një nga dokumentet më implikues të asaj ngjarje të rëndë. Një dokument i falsifikuar nga Regjistri i Gardës Republikës, ku shkruhej se të ngrihet helikopteri të hedh lëndë homogjene dhe më pas të ndryshuar në lëndë lakrimogjene. I pyetur sot nga Report Televizion, Berisha ju shmang përgjegjësisë direkte. Kryetari i qeverisë nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. A jeni pyetur nga SPAK? Edhe një herë, s'mund të pyetet. Sali Berisha as nuk u kujdes ta mohonte vërtetësinë e këtij dokumenti, një regjistër i manipuluar i Gardës së Republikës, 21 janarin e vitit 2011, kur para zyrës së tij u vran 4 protestues dhe u plagosën qindra të tjerë. Ky dokument tregon as më pak e as më shumë se 21 janarin e gati 15 viteve më parë, dikush ka dhënë një urdhër që mbi protestuesit të hidhen lëndë homogjene, pra lëndë kimike dhe toksike, shumë të rrezikshme që mund të dëmtojnë në masë në raste turmash të mëdha. Regjistri i Gardës u publikua për herë të parë nga Report TV në vitin 2015, 4 vite pas masakrës, kur Berisha nuk ishte më kryeministër, dhe atëherë shërbimi për çështjet e brendshme i policisë së shtetit zbuloi falsifikimet, urdhra të cilat më pas ishin tenduar të fshiheshin nga dokumente zyrtare. Dokumenti modifikuar ka të ndryshuar urdhrin në orën 16:28 të 21 janarit 2011, vetëm pak pasi tashmë ishte qelluar drejt protestuesve dhe kishte të vrarë në bulevard. Urdhri lexohet me vështirësi për shkak të ndërhyrjeve. Komunikoni me generalin dhe të ngrihet helikopteri dhe të hedh lëndë lakrimogjene mbi demonstruesit në piramid. Në bazë të dyshimeve të shërbimit të çështjeve të brendshme, para korrigjimit, fjala lakrimogjen, lotësielse, ka qenë homogjene, toksike. Përshtypje të bën edhe një tjetër shënim. Në faqen e korrigjuar shkruhet: urdhërdhënësi generali, ora 14:54. Urdhri: asnjë lloj zjarri pa zbatuar ligjin kundër demonstruesve. Por para korrigjimit, sipas ekspertëve që e kanë analizuar me kujdes dokumentin, atëherë kjo frazë ka qenë: asnjë lloj zjarri pa dhënë urdhër dhe më pas i shtuar kundër demonstruesve pa zbatuar ligjin. Këto faqe të librit të Gardës së Republikës janë dorëzuar si provë materiale që prej 10 vitesh në organin atëhershëm të akuzës dhe sot duhet ta ketë edhe SPAK, që sipas Berishës nuk e ka pyetur kur 2 javë më herët dha llogari për 2 orë para hetuesve të prokurorisë së posaçme. I pyetur sot nga Report TV, Berisha tha se si kryeministër nuk ka asnjë lidhje me korrigjimin e dokumentit, por ju shmang pyetjes se kush i ka dhënë këto urdhra, të cilat më pas është angazhuar Garda për t'i fshirë nga regjistrat. Berisha tha se ajo nuk ishte punë e kryeministrit, por a mund të jepte dikush urdhër
pa lejen e kryeministrit që mbi protestuesit të përdoreshin lëndë kimike, a mundej që kryeministri të mos e dinte se për këtë do të ngrihej në fluturim një helikopter dhe rreziku do të tejkalonte protestuesit, por do të prekte edhe qytetarë të tjerë, gazetar, polic apo të tjerë që mund të gjendeshin atë moment me detyrë apo edhe rastësisht. Sigurisht që piruetat e Berishës sa herë që vjen fjala për 21 janarin janë bërë tashmë normale, ndërsa shpresohet që i pavërtet të jetë edhe pretendimi se nuk është pyetur nga SPAK, që do ta vinte vërtet në pikpyetje seriozitetin e hetimeve nga ana e prokurorisë së posaçme. Berisha ka një precedent specifik, kur në vitin 1997 urdhëroi 2 avion luftarak MiG të sulmonin demonstruesit e mbledhur në Vlorë për të protestuar kundër falimentimit të firmave piramidale. 2 pilotët e avionëve nuk e zbatuan urdhrin dhe u arratisën drejt një aeroporti ushtarak në Pulja, duke dekonspiruar urdhrin. Një tjetër krim, për të cilin Sali Berisha nuk ka dhënë kurrë llogari para drejtësisë. Mirupafshim. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani kërkon ndryshimin në ripërtritjen dhe rizimin e Partisë Demokratike. Lëvizjen e re brenda kësaj force politike e ka nisur nga Durrësi ku mbajtje edhe foltorën e parë. Kësaj ere të re që po fryn, u bashkuan demokratë dhe antarë të shumë strukturave të Partisë Demokratike. Ky ndryshim pa diskutim që fillon edhe nga kjo sallë si takimi i parë. Me një lëvizje të paralajmëruar që tregon se ujërat në Partinë Demokratike kanë filluar të lëvizjen e kërkojnë ndryshim, Ervin Saliani, edhe pse pa bekimin e Sali Berishës, nisi foltoret në bazën e demokratëve nga Durrësi. Mesazhi ishte i qartë. Është koha e një gjenerate të re. Sot jemi këtu sepse demokratët janë duke thirrur. Shqipëria është duke thirrur. Dhe thirrjet e tyre as nuk duhen zbukuruar, nuk duhen injoruar. Këto thirrje janë dhimbje. Dhimbje të cilat rëndojnë apo duhet rëndojnë në peshën e përgjegjësisë së çdo politikani të Partisë Demokratike, i votuar ose i pavotuar. Personalisht e kam ndjerë këtë thirrje dhe besoj që përgjigjja jonë duhet jetë e qartë dhe pa ekuivok. Partia Demokratike duhet përgatitet të udhëheq ndryshimin që të gjithë po presin. Ndryshe nga lidershipi i Partisë Demokratike, humbje të radhazi, Saliani nuk ja faturon vetëm Edi Ramës. Një tjetër shkak është paaftësia e opozitës. E Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në vend. Për të qenë binca, për të nxjerrë shqiptarët drejt kutive të votimit, për të fituar zgjedhjet. Zgjedhjet e pjesëme lokale janë një sinjal i fortë që duhet të lexojë gjithë secili prej nesh. Edi Rama arriti të nxirrte me gjithë represionin 15.000 votues në Vlorë, por ne nuk arritëm të nxirrim dot më shumë, apo rreth 2.500. Kryetari Berisha nuk e përmendi në asnjë moment të fjalimit të tij, por mesazhin e lëvizjes së re ja përcolli një i ri i FRPD-s. Mbrëmja e sotme unë doja të përshëndesja edhe liderin historik të Partisë Demokratike, Dr. Sali Berishën. Doja të shpreja qëllimin ton të qartë edhe të pastër. Çfarë mund të bëhet më mirë? Çfarë kemi bërë gabim në të shkuarën? Pa patur qëllim të vëmë kishtin në skujt. Nuk duam koka turku. Lëvizja së re që premton ndryshim në PD ju bashkuan edhe ata që e pësuan në lëkurë pa barazinë e artimit të listave e që mbeten jashtë parlamentit, ndonse më të votuarit. Kjo është një frym për të bashku çdo lloj përpjekje, çdo lloj ideje, çdo lloj personi, qoftë strukturë, qoftë votues, qoftë simpatizant. Për demokratët e Durrësit dhe jo vetëm, Saliani kishte një mesazh. Bashkohuni me ne do ta mundim Edi Ramën të gjithë bashkë, të hapur, të bashkuar, të ri për të ri dhe do të sjellim Shqipërisë ndryshim. Pranishëm ishin Aulon Kalaja, kryetarët e degëve në Durrës e qindra përfaqësues të strukturave, duke sfiduar urdhrin e Sali Berishës disa orë para nisjes së foltores që të mos marrin pjesë në takimin e ish-deputetit Saliani. E ndërkohë më herët, Sali Berisha sulmoi ish-deputetin Ervin Saliani për takimet që ai është duke zhvilluar me bazën demokrate, paralelisht me foltoren e kryedemokratit. Berisha duke thënë se bën tërësisht për çështje personale dhe pa lidhje me Partinë Demokratike. Berisha tha se mbetet për tu parë se kujt interesave i shërbejnë takimet që ka ndërmarrë Saliani. A i druani ju një revolte të brëndshme, një tjetër revolte të brëndshme që mund të nisë
nga zoti Saliani, zoti Berisha? Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Janë në funksion të këtij apo atij interesi, kjo mbetet për tu pa. Për lëvizjen që ka ndërmarrë ish-deputeti Ervin Saliani për takimet të zhvilluara nga ana e tij me Bansën, shtrohet edhe pyetja tema e sondazhit të ditës për sot në shqiptarea.com dhe report.tv.al. Çfarë mendoni për lëvizjen e Salianit brenda Partisë Demokratike? Do të ketë sukses ton 18.4% e lexuesve, do të ndahet nga Partia Demokratike 31.2%, do të shuhet 50.4%. Kush ka dëshirë të bëhet pjesë e sondazhit ton, seksioni i sondazh.tv në 2 portalet tona zyrtare. Eci me të tjera informacione sërish me politikën, procesi për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit është në ngërç, sa politikat që edhe procedural. Një ditë pasi përfundoi afati për të mbështetur me firma kandidatët që do t'i përcilleshin seancës për votim, Partia Demokratike njofton se ka tërhequr firmat e të gjithë deputetëve. Kjo me argumentin se në shkrimet janë dhënë para se kandidatët të kalonin filtrin e Komisionit të Ligjeve. Kur u duk se skenari ishte i qartë dhe më në fund vendi do të mund të kishte një avokat të ri populli, politika surprizoi sërish duke vënë në pikpyetje procesin për të tretën herë. Njëjtë si 2 përpjekjet e mëparshme të dështuara që vjojnë të mbajnë ende në karrigen e ombudsmanit Erinda Ballancën me një mandat të përfunduar prej 3 vitesh. 26 kandidatët që shprehën interesin për këtë post kaluan fillimisht në filtrin e Komisionit të Ligjeve, ndërsa afati për të mbështetur me 28 firma deputetësh emrat që do t'i kalonin seancës plenare për votim, skadoi një ditë më parë. Socialistët nuk mbështetën me firma asnjë prej kandidatëve dhe thanë se do të votonin siç kërkon tradita parlamentare një nga emrat që do të propozonte opozita. Kjo e fundit e kishte nisur fushatën e saj të mbështetjes për 7 kandidatë, të cilët siguruan mbështetjen me firmat e tyre. Me një njoftim zyrtar të papritur 24 orë pas mbylljes së afatit, PD njofton se deputetët kanë tërhequr firmat për të 7 kandidatët. Nënshkrimet e deputetëve të opozitës janë dhënë përpara kualifikimit të kandidatëve nga Komisioni i Ligjeve. Një argument që duket se nuk qëndron për sa kohë firmat në mbështetje të një kandidati jepen vetëm një herë dhe jo për faza të ndryshme të procesit. Një pjesë e mirë e deputetëve të opozitës ka nënshkruar për më shumë se një kandidat, por thonë se një njoftim i Komisionit të Ligjeve ka ndryshuar dinamikën. Pas vendimit të Komisionit të Ligjeve, që i është njoftuar zyrtarisht grupeve parlamentare që një deputet mbështet vetëm një kandidat sipas ligjit, deputetët e opozitës kanë tërhequr të gjitha nënshkrimet e dhëna paraprakisht. Nga Komisioni i Ligjeve nuk ka një njoftim publik. Nëse një rregull i tillë është aplikuar, atëherë i gjithë procesi do duhet të nisë nga e para, pasi pothuajse të gjithë kandidatët janë mbështetur nga të njëjtët deputet. Duke qenë se për një kandidat duhen 28 firma, opozita me numra të kufizuar vetëm 53 mandate nuk do të mund të mbështeste më shumë se një emër. Një ditë më parë, PD propozoi një formulë për zgjedhjen e avokatit popullit. Në tryezën e mazhorancës të shkonin 6 emra, prej të cilëve PS do të zgjidhte vetëm 3, dhe nga 3 emrat e mbetur, ishte opozita ajo që do të përzgjidhte një kandidat për t'ia paraqitur seancës plenare për votim. Burime i tha në Report TV se socialistët nuk do ta pranonin një formulë të tillë, duke kërkuar që seancës t'i paraqiten për votim të gjithë emrat që kanë marrë mbështetje. Megjithatë, zyrtarisht grupi i PS-s thotë se nuk do të komentojë asnjë propozim që nuk e kanë marrë ende në formë zyrtare. Parlamenti i Shqipërisë pritet të miratojë shpejt një ligj që ka të bëjë me financimin e partive politike. Presioni i Brukselit është i lartë që ligji i ri të pengojë parat e pista dhe të bëjë transparencë për çdo që fut fonde në fushatat zgjedhore. Bashkimi Evropian, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Socialiste dhe ajo Demokratike janë bërë bashkë për të gjetur rrugën më të mirë për të përmbushur detyrat e BE-s. Rruga drejt Bashkimit Evropian porrit presionin mbi partitë politike dhe paratë që ato përdorin. Një ligj i ri për financimin e tyre po bëhet gati dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve propozon dëshkime më të larta për partitë që fshehin të ardhurat. Duhet konsiderojmë vendosjen e sanksioneve proporcionale dhe të forta dhe të zbatueshme. Dhe sipas nesh duhet që
të ketë gjoba të cilat lidhen me përqindjen e fondeve publike të marra, pezullim të fondeve publike për vitin pasardhës, konfiskim fondesh, deri dhe përgjegjësi penale kur është rasti i shkeljeve të rënda abuzive. Në të njëjtën tryezë diskutimi ishte edhe ambasadori i BE-s në Tiranë, i cili ju tha politikanëve se delegacioni ka pritshmëri shumë të larta nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Let me be clear. Dua të jemi qartë, ndodhemi në një moment kritik për Shqipërinë. Pa këtë hap përpara nuk mund të mbyllet asnjë kapitull. Prandaj Shqipëria duhet të shfrytëzojë këtë moment për të avancuar reformat që sigurojnë transparencë në financimin e partive dhe fushatave, forcimin e mbikëqyrjes së pavarur, adresimin e nevojës për të parandaluar keqpërdorimin e burimeve publike për qëllime elektorale, mbështetjen e debatit publik të bazuar në fakte dhe mbrojtjen e konkurrencës zgjedhore nga ndikimet e pajustifikuara, përfshirë në sferën digjitale. Dy bashkëkryetarët e reformës zgjedhore u shprehën të gatshëm për të punuar në këtë drejtim, por pa bërë premtime të mëdha. Është një bashkëpunim që nis i vështirë, patjetër që është i vështirë sepse ligjet që kanë bëjnë me zgjedhjet apo dhe ligjet për siç kemi financimin e partive politike, janë ligje që prekin partitë politike dhe çdo parti politike niset nga interesa dhe të ngushta nganjëherë. Një problem tjetër i madh është financimi i krimit i organizuar. Nëse ka ndonjëkush që thotë nuk ekziston se nuk e shohim në për formular deklarimesh, do të thotë që nuk jeton këtu. Ne kemi mundësi që të fillojmë me një ligj për një herë për të disiplinuar donatorët, të krijohet regjistra elektronik, të gjitha donacionet të bëhen nëpërmjet llogarive bankare. Patjetër ka nevojë që KQZ-ja të forcojë kapacitetet e saj. Ekspertët ndërkombëtar në tryezë rekomanduan të bëhet një regjistrim i detyrueshëm i palëve të treta që fusin para në politik, të krijohet gjithashtu një regjistër publik i reklamave politike online, të identifikohen detyrimisht sponsorët dhe të ndalohet financimi nga të huajt. Në institucionin e presidencës u hodh sot shorti për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi që do të funksionojë për gjatë vitit 2026. Goglat përzgjodhen Ilir Pandan si kryetarin e ri të KED-s, i cili u zgjoh si përfaqësues nga Gjykata e Lartë. Është hedhur këtë të hënë në ambientet e presidencës shorti për zgjedhjen e 9 anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2026. Kryetari i KED-s është zgjedhur Ilir Panda, pasi sipas ligjit drejtuesi është gjithnjë antar i përfaqësues i Gjykatës së Lartë. Për antarët e KED-s, sipas ligjit zgjidhen 2 antarë nga Gjykata Kushtetuese, 1 nga Gjykata e Lartë, 1 nga Prokuroria e Përgjithshme, 2 nga Gjykata e Apelit, 2 nga Prokuroritë e Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm dhe 1 nga Gjykata Administrative. Antarë zëvendësues janë nga 1 për çdo institucion. Shorti zgjodhi Fiona Papajorgjin dhe Mariana Seminin nga Gjykata Kushtetuese, ndërsa nëse njëri prej tyre mungon, atëherë antar zëvendësues është Gent Ibrahimi. Nga Gjykata e Lartë Ilir Pandën do ta zëvendësojë Medi Bici. Gjatë shortit që u mbikëqyr nga presidenti i Republikës Bajram Begaj, antari nga Prokuroria e Përgjithshme u zgjodh Alfred Progonati, ndërsa zëvendësuese Anila Leka. Goglat shortuan Ornela Naqellarin dhe Iliriana Uldashin mes mbi 50 kandidatëve të gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ndërsa antare zëvendësues u zgjodh Selvie Gjoçaj. Sa u përket antarëve nga Prokuroria e Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm, u zgjodhen Altim Binaj dhe Afërdit Andoi, ndërsa zëvendësues Arben Qosja. Antarja e 9 e zgjedhur nga gjykatat administrative në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2026 do të jetë Klodiana Veizi dhe zëvendësues Bezart Kaçkini. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është një organ kolegjal i përbërë nga 9 antarë me një mandat 1 vjeçar dhe është përgjegjës për vlerësimin e kritereve profesionale e morale të kandidatëve për inspektor të lartë të drejtësisë dhe kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese. Ashtu si kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, edhe ish presidenti Ilir Meta i akuzuar për korrupsion, i kërkon gjykatës posaçme të heqë kafazin e xhamit në sallën e gjyqit me pretendimin se i shkel të drejtat themelore dhe dinjitetin. Në kërkesën e kryetarit të Partisë së Lirisë thuhet se vendosja në kafaz hekur apo kabin xhami përbën shkelje serioze të drejtave kushtetuese dhe konvencionale, dinjitetin njerëzor, prezumimin e pafajësisë, të drejtën për mbrojtje efektive dhe për komunikim të lirë me avokatin. Në kërkesë argumentohet se kjo praktik e ndaluar edhe nga Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit dhe Komiteti Europian kundër torturës përbën trajtim degradues dhe poshtrues. Në kërkesë tekstohet se kjo mënyrë stigmatizon të pandehurin para trupit gjykues, publiku dhe mediave duke krijuar perceptimin e rrezikshmërisë dhe fajësisë së paracaktuar.
Kjo, sipas avokatit Kujtim Cakrani, bie ndesh me nenin 30 të Kushtetutës që garanton se kushdo presumohet i pafajshëm derisa fajësia të jetë provuar me vendim të formës së prerë. Nisma e qeverisë për paqen fiskale u miratua në komisionet parlamentare pa ndryshime, edhe pse deputetët ngritën shqetësime për lënje hapësirash për pastrim parash. Erion Braçe kërkoi që të vendoset në ligj që çdo fitim duhet të ketë një burim të justifikuar, ndërsa Eno Bozdo tha të përjashtohet ndërtimi, por asnjë propozim nuk u miratua. Komisioni i Ekonomisë dha dritën jeshile projekt ligjit për marrëveshjen e paqes fiskale, i cili parashikon lidhjen e një marrëveshje mes bizneseve të mëdha dhe tatimeve për të negociuar fitimin. Konkretisht, mbi fitimin e deklaruar të një biznesi këtë vit, do të shtohet një marsh prej 18% në 2026 dhe çdo fitim që kalon pragun prej 18% do të tatohet me vetëm 5%. Por kjo lehtësi që sipas deputetëve favorizon ato subjekte që kanë fshehur deri më tani të ardhurat reale, duhet të bëhet nën kushte të rrepta kontrolli për të mos ligjëruar pastrimin e parave. Tani në qoftë se ti për 20 vjet rresht ke ardhur tek unë dhe ke thënë kam 3% fitim. Tani vjen tek unë dhe më deklaron 25% fitim. Tani detyrimisht që unë duhet të verifikoj fondet, sepse kjo kërcet. Unë vërtet nuk të kontrolloj në terren, po nga zyra do ta mbaj në kontroll atë. Do t'i shoh deklarimet dhe ndërpres. Socialisti Erion Braçe kërkoi informacion se si do të vërtetohet që fitimi i deklaruar i bizneseve është nga burime të lishme. Çfarë verifikimi do bëni? Çfarë natyre do jetë verifikimi dhe kë do verifikoni? Subjektet e parashikuar në këtë ligj ndërshtojnë monitorimit periodik nga zyra gjatë gjithë periudhës së marrëveshjes. Ju nuk mund të shkoni në prishje të marrëveshjes me monitorim. Një fitim i deklaruar më shumë, po i pa dokumentuar lë hapësirë për të keq përdorur këtë ligj. Kurse PD kërkoi që nga paqja fiskale të jetë i përjashtuar sektori i ndërtimit, si dhe tatimi për ata që deklarojnë mbi 18% të jetë 10%, por asnjëra prej tyre nuk u aprovua. Gjithashtu, kush hyn në këtë marrëveshje ka të drejtë të korrigjojë pasurat financiare të 5 viteve të mëparshme, duke rritur deklarimet, të cilat i nënshtrohen një tatimi me vetëm 5%. Braçe tha se me këtë pikë po bëhet një amnisti. Pra ti po amniston një kategori të caktuar që ka krijuar këtë problematik të cilën ti po mundohesh ta zgjidhësh me ligj. Pra ka mashtruar me pasyrat financiare dhe me bilancin kontabil të kompanisë. Subjektet e kësaj marrëveshje do të mund të rrisin deklarimet e 5 viteve të fundit deri në 30%. Pra nëse në vitin 2022 një biznes ka deklaruar 200.000 euro të ardhura, ai mund të ndryshojë pasqyrën financiare dhe të rrisë ato deri në 60.000 euro, dhe kjo pjesë tatohet me vetëm 5%. Vetëm një pjesë e vogël e fermerëve ata që janë regjistruar me NIPT në tatime do të përfitojnë kompensimin e TVSH-s me 10%. Shumica dërmuese ose gati 90.000 të tjerët nuk do të jenë pjesë e skemës, e cila është kundërshtuar nga të gjitha palët e interesuara. Kompensimi i TVSH-s në bujqësi ka qenë pjesë e debateve dhe gjatë diskutimeve në parim të paketës fiskale, por vetëm këtë të mërkur u bë qartë se përfitues do të jetë vetëm një numër i vogël i fermerëve. Nga gati 100.000 në të gjithë vendin, pjesë e kompensimit do të jenë vetëm 10.000 fermerë, të cilët rezultojnë të kenë një NIPT në tatime. Për të tjerët, NIPT-i vetëm në qendrën kombëtare të biznesit nuk vlen për të përfituar kompensim. Të pajisur me NIPT nga tatimet ishin 10.000 apo jo? Tani 90.000 të tjerë që prodhojnë, sipas nuk do të marrin kompensim. Zoti Braçe, problemi që më vendi që ai është tregtar, pastaj do krahasohet me shitësit e tjerë. Këtë kompensim do ta bëjmë për një të 10-ën ose një të 20-ën dhe nuk e bëjmë për tjerët. Okej, në rregull. Ky fermer, i cili është i regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, është i vetpunësuar, aktiviteti i tij është në sektorin bujqësor apo blegtoral, nuk ka se ti kompensohet 10% për arsye sepse ky është një lloj si çdo vetpunësuar tjetër. Të gjithë fermerët që kanë NIPT në tatime do të kompensohen me 10% të vlerës së faturës që do t'u jap grumbulluesi kur t'ju blej mallin. Problem konsiderohet edhe vetë skema e propozuar. Sipas deputetit të Partisë Socialiste Erion Braçe dhe deputetit të Partisë Demokratike Eno Bozdo, nuk zgjidhet problemi i fermerëve, ndaj duhet barazimi i TVSH-s në bujqësi në 20%. Presioni i skemës së kompensimit
Mbi grumbullusin do ta çoj akoma më tej atë tek importuesi, sepse nuk trajtohet në kushtet barabarta prodhimi vendas. Nuk zgjidhni gjë ju me këtë që keni propozuar. Unë nuk e di si i bëni ju analizat tuaja. Se të vini këtu dhe të thoni që bie më lirë ta marrësh prodhimin, ta blej prodhimin vendas dhe se sa prodhimi që vjen që andej, tregon që jeni komplet jashtë realitetit me çfarë është duke ndodhur në terren. Ministria do i ngelet versionit të propozuar nga Këshilli i Ministrave. Deputetët propozuan që kompensimin ta përfitojnë të gjithë fermerët me nipt, si dhe vlera monetare të kalojnë në llogarit çdo muaj dhe jo një herë në 6 muaj, por asnjëri prej këtyre propozimeve nuk u pranua në Komisionin e Ekonomisë, që vendosi ta kalojë projektligjin për në seancë plenare pa asnjë ndryshim. Më herët në seanca dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë, shoqatat e fermerëve dhe dhomat e tregtisë kanë kundërshtuar skemën e TVSH në bujqësi, pasi problemi i fermerëve nuk zgjidhet me këtë kompensim, por duhet të barazohet TVSH-ja në 20%, si brenda vendit ashtu edhe jashtë, dhe të ketë rimbursim për litër qumësht apo për hektar tokë që mbillet. Mirë se u rikthyet, po ndiqni edicionin qendror të Lajmeve në Report Televizion. Në këtë moment do ndalemi në informacionet nga Kronika. Policia e Elbasanit ka bërë arrestimin e personit të tretë, i cili dyshohet se ka qenë bashkëpunëtor në krimin për vrasjen e Mondi Mahallës në mbrëmjen e së dielës në Elbasan. Bëhet fjalë për 29 vjeçarin Nevzat Spaho, i cili edhe më herët ka qenë i skeduar për procedime të ndryshme penale, ndërkohë që policia po heton përveç se konflikteve për biznesin edhe për ato të drogës. Arrestimi i 32 vjeçarit Gjino Ago, ish ortak i Mondi Mahallës, i ekzekutuar me 2 plumba në kokë mbrëmjen e së dielës në Elbasan dhe kujtim pishës, rojës së karburantit ku ndodhi ngjarja, si dhe shpallja në kërkim e 2 të tjerëve që dyshohen ekzekutor, nuk e dokumentoi të plot ngjarjen. Grupi hetimor i policisë dhe prokurorisë së Elbasanit shoqëroi disa persona të tjerë pas ditën e së martës, duke zgjeruar rrezën e hetimeve, në fund të cilave u arrestua një 29 vjeçar, Nevzat Spaho nga Prenjasi, me të shkuar të dhunshme kriminale. Zyrtarisht Blut thonë se nga hetimi dyshohet se i riu është i përfshirë në ngjarjen e rënë si bashkëpunëtor, por pa dhënë detaje të mënyrës se si ka bashkëpunuar me grupin. Mbi të rëndojnë akuzat e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Në këtë fazë të hetimit, policia vjon të jetë hermetike mbi ngjarjen, pasi ka akoma detaje të pazgjedhura mbi motivin e saktë të ekzekutimit të 43 vjeçarit. Përveç konfliktit për biznes, pistë e rëndësishme e cila po verifikohet është edhe prishja e mundshme e pazareve të drogës. Nevzat Spaho rezulton me precedent penal të theksuar kriminal për tentativë vrasje, armbajtje pa leje, kanosje për dhënie të pasurisë si dhe për vjedhje. Në 2022 u dënua nga gjykata e Elbasanit pasi u dhënoi dhe kërcënoi me armë një person për dhënien e një shume parash prej 3.000 eurosh. Më herët në vitin 2016 u konfliktua me thika me disa të rinj, ku plagosën 2 persona. Për vrasjen e Mahallës u arrestua Gjino Ago, ish ortak në biznes, për vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje, ndërsa roja i karburantit Xhaxhi Oil për mos kallëzim kribi. Autorët Marcelo Arani, 32 vjeç, dhe Armando Kola, 35 vjeç, u shpallën në kërkim. Automjeti i përdorur në krim rezulton të jetë në pronësi të Agos dhe ja kishte dhënë për përdorim Aranit. Prej vitit 2022 Mahalla kishte nisur biznes me makinat me qira, që ja shiti një vit më vonë Agos. Gjatë pranverës 2025, Mahalla hapi kompaninë El Taxi, e cila për muaj me radhë ishte reklamuar në rrjetet sociale nga Ago, pavarësisht se ligjërisht nuk figuronte më ortak me Mahallën. Mondi Mahalla u ekzekutua sapo doli nga një zyrë në karburantin e tij Xhaxhi Oil dhe hyri në makinë. Njëri nga autorët doli nga makina Audi, u afrua dhe qelloi. 2 autorët u larguan drejt Librazhdit, ku edhe dogjën makinën në fshatin Mirak, brenda të cilit u gjet e djegur pistoleta Beretta e përdorur në krim. Sot është dita ndërkombëtare e personave me aftësi ndryshe. Sfidat janë nga më të ndryshmet, si ekonomike, por edhe sociale. Mark Bardoshi në Pug dhe Vasil Kola në Patos rrëfejnë jo pa emocion vështirësitë e përditshme me të cilat përballen, por nuk kërkojnë mëshirë, vetëm dinjitet. Mark Bardoshi me bashkëshortin jeton në një banesë modeste në periferi të qytetit të Pukës. Mosha po i kufizon çdo ditë më shumë mundësitë për të vepruar i pavarur, por ai gjen forcë për të sfiduar pamundësitë fizike. Vunë për zonat më domosdoshme, keq ushqyerja, banesat e dëmtuara të vjetra me lagështinë e tjera më radhë.
Duke sjell shembuj konkret, Marku thot se në fshatra jetesa e personave me aftësi ndryshe po vështirësohet nga vetë shteti. Kempi për personat me aftësi të kufizuar bëhet në qendër prefekturës në një kohë kur ai pajpirje, pajbolli, pajblerimi ku diun si ka me rënë dhe me bon në qendër prefekturës. I diplomuar për ekonomi, Markut asnjëherë nuk i është ofruar mundësia për të punuar, por ka gjetur një mënyrë për të mbushur ditën duke koleksionuar sende të vjetra. Secili individ me apo pa aftësi të kufizuar ka mundësi për të jetuar jetën me dignitet ashtu si i takon një njeriu të përgjithshëm. Ai ka një apel të fuqishëm. Mbështetni këtë kategori të pamundur njerëzit, sepse në një kohë kur jeta do të përkuj gjithë secilin, ne na ka përkuj pak përpara, secilin do të përkuj. Duroni dashuri sa ende jeni në kohë, se pastaj do të keni nevojë ju për dashuri. Ndërsa Vasil Kola, 25 vjeç, nga fshati Verbas i Patosit, është një shembull i integrimit në shoqëri, edhe pse mes vështirësive. Ai e ka pranuar arsimin special që në moshën 12 vjeçare. Sot e gjen Vasili në qendrën sociale Murialdo, në Fier, ku ndjek kursin e kompjuterit. Pas moshës 18 vjeç, ai u angazhua në punë të lehta me orare të reduktuara. Si për shembull në një market. Tek punët që ke bërë, kanë trajtuar mirë kolegët, janë ndjerë mirë apo jo? Shumë mirë, shumë mirë. Synimi i tij është të gjejë një vend pune pa ngarkesë në vendimarrje, që të jetë ndihmë për biznesin dhe ju barr, ndërsa mes vështirësive të tij rinore rendit edhe krijimin e familjes. Historia e Markut në Puk dhe Vasilit në Patos tregojnë se aftësia nuk ka kufi. Ata nuk kërkojnë mëshirë, por trajtim me dinjitet dhe mundësi të barabarta në shoqëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE cilësuan përçarse veprimet e lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të mos regjistruar listën serbe për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Ambasada amerikane tha në një reagim se përpjekjet e tilla janë përçarse. Veprimet e tilla dëmtojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e SBA-s, duke përfshirë fillimin e dialogut ton strategjik për të çuar përpara mundësitë për bizneset amerikane dhe të Kosovës, tha ambasada në një postim në rrjetet sociale. Vendimi u kritikua edhe nga OSBE dhe Zyra e Bashkimit Evropian, të cilat u shprehën të shqetësuara për rritjen e polarizimit politik brenda KQZ-s. Vendimi për mos certifikimin e listës serbe u mor një ditë më parë nga KQZ. 2 vota ishin pro, 2 të lëvizjes vetëvendosje kundër dhe 7 anëtar të tjerë abstenuan. Shkojmë me pamje të drejtë për drejta të mbrëmjes gala në kuadër të 25 vjetorit të themelimit të Dhomës Amerikane të Tregtisë, ku merr pjesë edhe presidenti i Republikës Bajram Bega. E ndjekim fjalën e tij. Shtetet e Bashkuara janë partneri ynë strategjik. Mbështetësi ynë më i madh në rrugën e antarësimit të NATO dhe aleati ynë i palëkundur në udhëtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Kjo marrëdhënie strategjike është e shprehur qartë edhe në mbështetjen e vazhdueshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë forcimit të shtetit të së drejtës, fundimit të ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo është një mbështetje vendimtare për përparimin tonë demokratik dhe konsolidimin e institucioneve tonë. Pjesë thelbësore e partneritetit tonë midis dy vendeve është edhe bashkëpunimi ekonomik. Dhoma amerikane po jep një kontribut mjaft të çmuar. Antarësia e saj përfaqësohet nga kompani të rëndësishme shqiptare dhe amerikane, të cilat krijojnë vende pune, nxisin inovacionin dhe japin ndikim real në ekonominë tonë. Dhoma amerikane është bërë një zë i fortë i biznesit, një promotor i klimës mirë ekonomike, një ndërmjetës i besueshëm mes sipërmarrjes shqiptare dhe asaj amerikane. Vlerësojnë kontributin tuaj në modernizimin e sistemit rregullator, në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, veçanërisht në turizëm, në rritjen e transparencës nëpërmjet votimit të Business Index dhe anketimeve periodike që u zhvillonin, si dhe në forcimin e dialogut të biznesit me institucionet.
Jam i kënaqur të theksoj se vitet e fundit kemi parë një rritje të ndjeshme të shkëmbimeve ekonomike midis dy vendeve tona, si në tregtinë e mallrave edhe atë të shërbimeve. Pashtu, me kënaqësi vërejmë që kjo rritje shikohet edhe në investimet e drejtë për drejta amerikane në Shqipëri. Këto arritje janë inkurajuese dhe na bindin se potenciali i bashkëpunimit tonë ekonomik është akoma edhe më i madh. Bashkëpunimin tonë ekonomik duhet ta shohim si pjesë të një partneriteti afatgjatë dhe strategjik, ashtu siç ne konsiderojmë edhe partneritetin tonë politik, atë të sigurisë dhe atë të mbrojtjes. E ardhmja e bashkëpunimit tonë do të synojë dhe teknologjitë e reja, inovacionin dhe inteligjencën artificiale. Se e bashkuara janë lider të zhvillimit global të inteligjencës artificiale dhe Shqipëria ka interes strategjik të ndërtojë partneritetet të forta me kompanitë dhe institucionet amerikane, të cilët janë në këtë fushë. Një bashkëpunim i tillë do të sillte transferim dijesh, shkëmbime ekspertizas dhe rritje të produktivitetit të bizneseve tona dhe mundësi të reja investimi në teknologji e së ardhmes. Jam i kënaqur që dhoma amerikane të tregtisë ka ndërmarrë tashmë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Forumi i organizuar në Tiranë, Future to Tech, ofron vizionin e duhur për forcimin e këtij bashkëpunimi. Iniciativa të tilla modernizojnë bizneset shqiptare dhe i përgatisin ato për standardet e Bashkimit Evropian, sidomos të lidhura me ato kapituj që flasin për risin, konkurrueshmërinë dhe transformimin digjital. Të nderuar pjesëmarrës, miqet e ftuar. Në këtë 25 vjetor të krijimit të dhomës amerikane të tregtisë, festojmë njëkohësisht 25 vjet besim, bashkëpunim dhe vizion të përbashkët midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju jeni dëshmi e faktit se kur vendet tona bashkojnë forcat, rezultatet janë të qëndrueshme, konkrete dhe afatgjate. Gëzuar 25 vjetore. Urime për punën, për përkushtimin dhe vizionin që keni treguar gjatë gjithë këtyre viteve. Jam i bindur se do të vazhdoni dhe do të vazhdojmë së bashku me besim. Sport, peshngritje, pas shumë vitesh Briken Cali është rikthyer të shkëlqejë në garat e rëndësishme ndërkombëtare, sportisti fitoi 3 medalje të arta dhe theu 3 rekorde në kampionatin ballkanik të peshngritjes. Pas garës ai deklaroi se kjo ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së tij. Briken Cali është rikthyer të shkëlqejë sërish në gara të mëdha. Peshngritësi i cili ka nderuar Shqipërinë duke u shpallur kampion bote dhe Evrope, ka vendosur 3 rekorde dhe ka fituar 3 medalje të arta në kampionatin ballkanik të peshngritjes, i cili përmbahet në Durrës për herë të parë pas 25 vitesh mungesë. Cali shkëlqeu që në provën e parë në shkëputje, duke ngritur 150 kg dhe duke vendosur rekord ballkanik. Në 2 provat e tjera, Calja nuk ja doli. Megjithatë, prova e parë rezultoi mjaftueshme. Në shtytje peshngritësi shqiptar ngriti 180 kg në provën e parë, dështoi në të dytën për 185 kg, por të njëjtën peshë finalizoi në provën e tretë, duke vendosur gjithashtu rekord ballkanik. Këto rezultate me 335 kg në total i dhanë Brikenit edhe medaljen e artë me rekord në 2 garësh. Gjatë ekzekutimit të himnit kombëtar, Calja u pa i përlotur, pasi rezultati i arritur ishte shpërblim për periudhën 3 vjeçare, të mbushur me dëmtime, por edhe të vështirë në aspektin personal për sportistin. Kjo ka qenë një ndër eksperiencë më të vështira të karrierës time, duke pasur parasysh të gjithë dëmtimet dhe të gjithë pengesat e këtij 3 vjeçari. Suksesi i Caljas solli entuziazëm në sallën e sportit. Vetëm me sport kemi arritur në Europë ku ne duam të shkojmë, kemi arritur në Europë, kemi arritur në botë. Prandaj dua t'i falenderoj sportistët, trajnerët për këtë punë, Brikenin që na ka nderuar dhe i pa dhe vetë lotët e tij sot. Federata Shqiptare e Peshngritjes do prodhoj shumë shpejt medalje të tjera, do ngrem prap flamurin shqiptar, mbasi jemi në rrugën e dur, kemi një pres të jashtëzakonshëm. Në kategorinë 79 kg garoi edhe Erkan Qerimaj, por peshngritësi shkodran nuk arriti të realizonte provat si në shkëputje, ashtu edhe në shtytje. Erdhëm në fund të edicionit qendror të lajmeve në Report Televizion. Mos u largoni nga ne, pas pak vjen Denis Minga me emisionin e tij Re Politics. Shikim të këndshëm bashkë me Lupapshi.